patjetër mirë, po prapë për mu metët top praktika. Do me thonë, aty student tanë më rinë me kuptu se çka dojnë me bo tutje në karrierë. Ka shumë raste kur ata ndoshta kanë bo një praktikë cilën as pak s'kanë ndonjë, me thonë, eksperiencë të mirë, po ja që kanë fitu për asaj, kanë përfitu. Edhe janë mësu si me i menagju edhe situatat më të vështira edhe kur nuk mirë priten. Po pra, edhe janë mësu që, ose janë vetëdisu që nuk janë për atë punë që already e kanë bërë. Po pra, munden me eksploru pak veten edhe gjatë studimeve, sepse zakonisht kjo teknikë ka ndodhur shumë vonë, mandej kur ke fillu punën e ke eksploru tek atëherë tregun e punës, kështu që pas studimeve ata thjesht e din ka më orientu, janë veç të gatshëm. Po, do me thonë pregaditën në gjitha mënyrat. Përpos asaj organizojmë gjithmonë një herë në vit paktën panajirin e punës, ku ftojmë kompani të ndryshme, se për mu prap e them një aftësi top që mbetet është komunikimi, është rrjedhëzimi. Kjo ju mundson atyre të jenë të gatshëm për treg pastaj tutje. Edhe këtë e fitojnë gjatë këtyre workshopave, eventeve që ne organizojmë.